intervista e radhës, do doja të shkonim tani live në kishën ortodokse Ngjallja e Krishtit, aty ku sapo ka mbërritur kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha në vizitën e tij të radhës. Merret ka qenë ai te katedralja katolike, katedralja Shëmpalit, ku takohet e shohim në këto momente me kryepeshkopin Joan, i cili, le ta themi, bën pritjen e tij të parë për Pashkën që kur është vënë në krye të kishës ortodokse shqiptare, por ka dhe përfaqësues nga Kisha Katolike, me çfarë kuptoj është një moment kur janë duke u bërë shkëmbim vizitash për Pashkën mes të dy aklereve, dhe sigurisht do ndalemi më vonë edhe tek mesazhi që do të përcjell zoti Berisha, sepse ndërkohë do duhet të shkojmë tek intervista e ditës. Në një ditë si kjo, ku Pashka ka koinciduar, pra që ka koinciduar në të njëjtën ditë si përsa i përket besimtarëve katolik, po ashtu dhe atyre ortodoks, dhe të dy shkëmbejnë vizita, të dy kleret shkëmbejnë vizita mes tyre, duke shpërndarë edhe mesazhe urimi dhe shprese. Mirë, shkojmë tek intervista e ditës dhe rikthehemi tek zoti Berisha. Vazhdim të veprës pavdekshme të Imzot Janullatos, i cili punoi me një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe ngriti nga rënojat. Historia e Krishtit të mbret është ripërsëri në Shqipëri, sepse edhe këtu menduhet që rafshonin fen dhe besimin fetar, por ju ngritët nga hiri, e ngritët dhe sot është në performancë të shkëlqyer me një mbështetje të gjërë të besimtarëve me të gjitha institucionet. Një shohët shumë në Shqipëri u përpoqen ta fshin dhe pluralizmin, por morën dhe do marrin atë që meritojnë. Sot pluralizmi është i fortë, të mëdha dhe kam besim të madh që shpresa, optimizmi dhe ardhmja do t'jenë ajo që meritojnë shqiptarët dhe do kenë shqiptarët. Pashka, kjo është shpresa e ngjalljes. Po. Dhe dëshmia e gjithmonë për të jetë gjithë së bashku e për të falë njëri tjetrin, sepse edhe Zoti në kryq i fali gjithë të tjerët. Ndoshta mesazhi i faljes është zbehur shpeshherë. Në Pashkë duhet ta ndezim gjithmonë. Ne gjithë jemi vëllezër, sidomos kur jemi vëllezër të një kombi, e duhet të përpiqemi të jetojmë paqen dhe harmoninë me njëri tjetrin.
Ky është mesazhi i Pashkës. Mesazh shprese e bashkëpunimit me të gjithë. Në këtë ditë gjithmonë doja të uroj gjithë fitoria e Zotit mbi vdekje është për gjithë njerëzit. Fitoret e tjera mund të jenë gjysmake. Një parti fiton, tjetra udhërohet, një skuadër fiton, skuadër tjetër udhërohet, njëri fiton, tjetri humb. Vetëm në fitoren mbi vdekje mund të bashkohen gjithë njerëzit. Në dhe Pashka është një simbol i bashkimit. Gjithë dhe uroj gëzuar për shumë vjetë.